O i vëllezër, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall që kemi arrit këtë ditë të Ramazanit. Mirë po jemi duke vërejtur edhe vetë se qyshën paksu safat, im paksu njerëzit, ato e kanë shtu një gjë tillë. A thu vallë, pse në fillim shumë, pastaj ditë pas ditit tërheqen. Kështë me Allah një mësim neve. E mësimin më të mirë e kemi mësimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Para se marrë mujë Ramazanit, çka ka bërë pejgamberi? Është përgatit për mujën e Ramazanit. Ka bërë aktivitete vazhdueshëm, aktivitete për të adhurimeve. Aktivitet është adhurimi. Ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aktivitete vazhdueshme që në Ramazan mes me ardha ati dita që shto 2-3 ditë dhe ma u kry. Jo. Për që ata parë tonë, me selef o salih, njerëz të mirë, shok të profetit, e kanë qujt muajin Shaban. Para Ramazanit, muaj i leximit. Kanë lexu Kur'an. Janë angazhu shumë me leximin e Kur'anit. Kanë bo aktivitetin me leximin e Kur'anit që kur të hinë Ramazan, mi me thonë në kom bo një hatë me edhe u kryma, në kom falë qarë 2-3 ditë edhe u kryma. Jo, që kjo është arsyeja pse na e kemi shlu ka shpejt, nga se nuk kemi përgadit. E pejgamberi para se në Ramazani është përgadit. Dhe na e dimi, kur kemi krizë globale, apo krizë të lloj-llojshëm, gjithmonë na përgatitemi. Do të më marr ata, pse s'dihet çu vjen. Edhe kjo është, në Ramazan, pse na e kemi shtu, si mi përgatit? Nuk kemi mësuar me namaz, nuk kemi mësuar me dhikr, nuk kemi mësuar me leximin e Kur'anit, nuk kemi mësuar me ardhur shpesh në xhami, e na duket shumë rëndë. Por çata, e njeriu kur vazhdon me punë të vazhdueshme, me adhurim, luftën më të madhe ai që e ka dhe që e mposhtë është nefsi. Ai e ka mposhtë nefsin e vet. Mi po, në qoftë se ai nuk ban angazhime, sa adhurimet e mposhtin nefsin, ai nuk ban adhurime. Çfarë mund të mendoj me ta? Epshi e mu, hajde shka po shkan, pa të i të po mu i ladh shumë, se rreve që të mire. Që pare dhe në shpej, kur qasë është? Të mune epshi. Amo kur angazhoshtë me i patet, adhurim, të me shumë gjami, atëre epshi, dopsot e kjo, bjen të poshtë, se nga shumë qefi. Subhanallah. Për këto i vëllezër, ne do i japëmi disa ilaçe, barna, ama ju barna shë qepirë, ju barna të shpirtit, me mujtë me rinjallë, imanin, shpirtin, mi marrë disa sebebe që ne me më këthy vullneti dhe me vazhdu me qutë dhe në fund këtë mirësi të Zotit. E vullneti i parë i vëllezër është talab al-aun min Allah, me kërku ndihmën e Allahut. A shen? Ilaçi i parë, barnja e parë, sebebi i parë, qysh keni qefi qune? Me kërku ndihmën prej Allahut Azza wa Jall. Pse jo vëllezër me kërku ndihmën? Innaka lam tuwafiqa li ta'a min at-ta'at illa bi fadlillah, illa bi fadli min Allah. Pse nuk ka mundësi që ti me qu deri në fund, që ti me pat sukses mi kry adhurimet, vetëm se në qoftë se Zoti ka bo prej atyre që ka zgjedhë dhe ka në sukses. Për këto të të me lutë Allah Azza wa Jall, o Zot ndihmon t'i kry obligimet në Ramazan të qaj deri në fund. Walidhalika netlu wa nukarrir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Por këto na në çdo namaz gjithmonë e lexojmë dhe çdo namaz dore çate e përsëritmi këtë ajet. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty ndihmë, strehim, mbrojtje, adhurim ty kërkojmë. 5 herë ditë thojmë këto.
Që da me thonë, pe kërkujmë ndihmën e Allahut, Allah na mundson me këtë çift namaz. Edhe në Ramazan, sendin e parë, ilaçin e parë, nëse ta me vazhdu me kërku ndihmë, thonë, o Allah ma mundson me kalu Ramazanin që çdo. Me kry këtë adhurimet, me kry këtë obligimet që çdo. Pastaj o ju vëllezër, mirarën o tikrarën, që ta jetë na lexojmë shpesh dhe çdo herë. Ato pse Allah Azza e ka lënë këtë ajet në namaz shpesh e çdo herë. Por derisa ti me eduku zemrën tane, imanin tan, me eduku shpirtin tan. Por derisa na nuk bëjmë angazhim me vetët tona, me imanin ton, angazhim me shpirtin ton, atëherë neve do të na mund e kjo. Por ta Allah Azza na ka dhënë kujtesë gjithmonë kujtimin në namaz me kërku ndihmën e Allahut, se pa ndihmën e Allahut nuk ka mundësi me i bëj ibadetet, adhurimet, o ju vëllezër. النبي كان يعلم الصحابة ذلك. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, për çështje që mi to fol na, pejgamberi po ja mëson sahabëve me kërku ndihmën e Allahut, se nuk ka mundësi me bëj adhurimet pa ndihmën e Allahut, se na shlan bataria shpejt. 2-3 ditë, një avdet, bataria, farro të batari, shkoj bataria, krejt, komplet. E pejgamberi po i mëson sahabët që me kërku ndihmën e Allahut e ndihmën e Zotit, është ajo e cila ta mush atë batarien. Akhadha bi yadihi wa qala li Muadh bin Jabal, wallahi inni la uhibbuka. Pastaj i ka thonë një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka marrë Muadh bin Jabal për dorë. Edhe i ka thonë kështu, pasha Allahun, o Muadh, unë ty du me të vërtetën. Asnjë hadith, asnjë ngjarje nuk ka ardhur që pejgamberi është betu për dokun që është duke e dashur. Prandaj subhanallahu. Asnjë hadith nuk ndoj me tani se kom pa që pejgamberi është betu dokun që është e dashur. Muadhin e ka ka për dorë, i ka thonë pasha Allahun, ty du vërtet du. E pastaj çka bi thot? La tad'na في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allah në madhën ty du shumë. E pastaj po i thot mos e le te në çdo namaz që ta kryjm farzin, me thon o Zot jam, ndihmanu mua që ty me të përmend, ndihmanu mua që ty me të falendëru, ndihmanu mua që me përmbush adhurimin. Shiko subhanallah. Pejgamberi jon po ja mëson kujna sahabëve. Po ja mëson sahabëve. Po ja mëson aune min Allah. Po ja mëson ndihmë me kërku prej Zotit. Po thot lutë, o Zot, ndihmanu mua që në ty me të përmend, që në ty me të falendëru dhe me ta përmbush adhurimin tonë. Shiko subhanallah. Pse po ja mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabit dhe po i thot po ju betohet unë ty du shumë. Shkaku për dam me i dhanë mësim në shpirtin e tij, në imanin e tij, në zemrën e tij që mos e shtaka shpejt. O ju vëllezër, an-nabiu kana yaqul, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që thoshte në lutjen e tij, Allahumma inni as'aluka thabat fil amr wal azima ala ar-rushd. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte edhe këtë dua. Thotë o Allah jam, unë të lutem ty që më kanë i përqendruar shumë në çështjet e dinit fejes apo në çështjet e tij që ka pat ai. Wal azima ala ar-rushd, vendëshmëri në rrugën e drejtë. Pejgamberi Allahut, o xhamat, hapni vesh. Pejgamberi Allahut subhanallah, pe lut Zotin thebet qëndrim ndin fen Allahut. Pe lut Allahun se xhel më kon i vazhdueshëm në rrugën e drejtë. A nuk është namazi në rrugën e drejtë? A nuk është xhamia që çan në rrugën e drejtë? A nuk është Kurani? A nuk është xhamati? A nuk është leximi i Kuranit? Krejt pejgamberi po i lut Allahut atë. Po i lut Allahun azza wa xal. Dhe kjo është ilaçi i parë, o ju vëllezër, ilaçi i parë që neve na jep vazhdueshëm po të vullnet, është me kërku ndihmën e Allahut azza wa xal. Për çata na e kemi shtuar shumë shpejt. Pse nuk kemi përgatit dhe nuk pelusmi Allah në Allah ma mundësa mi kalu ditën e Ramazanit duke ta adhuru ty. Subhanallah. Sebebi
i dytë, o ju lezër, apo ilaçi i dytë për me kthy vullnetin, mes'alet e nije, dëgjani vllaznin, dëgjani vëmendje. Sebebi i dytë për me kthy vullnetin është çështja e niyetit. Çështja e niyetit. Pse po e ceki këto ju lezër? Tanwi' e nijet. Sendi më kryesor tek niyeti është përfshirja e niyetit, këtë llojet e ibadetit, llojet e nijeteve. Por që ata na kemi shtu shumë shpejt. Arsyeja pse kemi shtu shumë shpejt, pse s'kemi nijet. Apo danë me janë nxjerr që tash mi përmbledh këtë nijetë. Që çdo bashkë me mua kena me një ka një sa nijetën ato të mi pa. Edhe sa nijetë mund me ime një punë. Pse ki ardhi në xhami? Shiko niyeti çash kena me një. Ti që i ulur tani, çfarë niyeti ki? Çash ti i ulur, çfarë niyeti ki ti? A e din që ti mundesh me ardh në xhami dhe çtu që të ndxhu që ligjërat me pat niyetin e kërkimit të diturisë. E pejgamberi shaka thon, ai cili kërkon dituri, Allah ja ka letu rrugën për në xhenet. Ti në xhami ka ardhur me ngu ligjërat, ti thua Zotën jam nxan si dijes. Ti me çet niyet mundesh me. Na meni për shembull meni ardhen në xhami, që son niyeti, e para nxan si dijes si. E pejgamberi shka thon nxan si dijes, ja ka letu Zoti me shkuën në xhenet. Gjëja e dytë, niyeti me forcu imanin. Komon në xhami me forcu imanin. Pse leximi i Kuranit, namazi, dituria ta shton imanin, ta forcon imanin. Gjëja tjetër me zbut zemrën. O Allah komon në xhami me nijet me zbut zemrën, se zemrën guri e kam. Niyeti tjetër, ato që ndëgjon ti me shpërndan dukun tjetër, me nijet marrë në xhami. Po shkoj me këshyr hoqën shka po thot, e t'ja jap nai kota kaj nai shak familje si ka zaj shka. Mi, e qatë ditori që te ki ndëgju piktushit dhe e shpërndan të këti jetë, krejtë se vopë të i merë. Subhanallah, dhe thonë, shiko, deri me tani imi duke një sa 4 niyete. E sa niyete mundet njeriu mendjen e tij me ishti një ka një. Por me arrit dhe me thonë, vullnetin, me kthy vullnetin për ibadete adhurime. Fe ina men husni imani të nëri hadhi niyya. Prej imanit të mirë, për mësimit të imanit të mirë, është ai cili niyetet e tij nuk është vetëm një, i shtin shumë punë. Shkort e shë. Ati po shkojnë të na, me një rrugë 2 punë, me një guri 2 zëjq. Unë e thamë ty, me një guri, në qoftë se ki mundësi 10 rake. Vjen xhami me një nijet, mësoj me një nijet në asfalt, po me një punë që shkon në xhami, shtini nijetën njëri mas tjetrit. Po shkoj për Allah, po shkoj për mësu vetin, po shkoj me mashtu imanin, po shkoj me konzancë dijes, po shkoj me ndëgju hoqën çka po thot, po shkoj që e pej namazin më shkruaj se vall, e kështu të merr. E kështu të merr, o ju vëllezër. Pastaj o ju vëllezër, ilaçi tjetër i cili neve na jep vullnet është hubbu ta'a, dashuria e adhurimeve. Pse o ju vëllezër dashuria e adhurimeve? Eji shay'in tuhibbu sayakunu sahlan alejk. Çdo sen që ti e dëshiron, e don, gjithmonë ka më konë lehtë për ty. Dhe na e këshimi në jetën tonë përditshme, apo jetën tonë përditshme. Kur e dojmë na diçka, i rrimi gati shumë. E tani Allah i kam punë të lehtë, shumë lehtë pi kam. Po çona me shkum punë sotin 3 sa lehtë e kam. Amo pi rrin gati. Edhe adhurimeve, me vazhdu në Ramazan, du të minejt gati kur e dan amo. Këtu po thot mi desh adhurimet. Kur e dan i rrin gati, xhamijes, taravive, namazit, diturijes e kështu me radhë. Kur i dan adhurimet, Allahu ka me të litu këta adhurime. Shikoni në lutje që shkallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ban lutje, thon Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. O Allah, unë të lutem ty për ato e cili ti e dan dhe pejgamberi e dan. Kur ta dan Allah, në që pejgamberi ka me desh. Wa hubba man yuhibbuk. O Allah, unë të lutem ty për dashurinë tënde. Pastaj ka thon, të lutem ty edhe në ato që ti e dan për me desh edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thon, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. O Zot, unë e du çdo vepër e cila më afron mua tek dashuria jote.
Ndëgjani më vëmendoj vëllezër. Kjo është pjesa e fundit që neve na do të në hadith. Pejgamberi po thotë, o Allah, unë e du atë vepër të cilën kjo vepër më afron tek dashuria jote. Kurani nuk të afron tek dashuria e Allahut. Namaza nuk të afron tek dashuria e Allahut azza wa jall. Ardha në xhamia nuk të afron tek dashuria e Allahut azza wa jall. Gjitha këta janë vepra që Zoti i don. E kur ta don të adhurimin, dijemi që kimë deshta Allahun. Edhe do të kesh vullnet për me bëu punë të mia, Allah edhe më shumë. Pastaj vëllezër e fundi këta pe cekmi, ilaçi i ka apo sebebi i katërt që e kthen vullnetin është të nëri taat. Gjitha adhurimet. Pse po them për gjitha llojet e të gjitha adhurimeve? Për shembull, sokor leximin e Koranit, namazi, ardha në xhami, dhikri, përmendja Allahut azza, sadakaja, taravihimi të i fal. Të janë këtë llojet e adhurimeve. E kur e ki për sebeve që shtot vullneti, është mi provu këta adhurime. Pse se ki pun një ditë me thonë, ta qyrive, haj ta fali 5 kohë namaz shkej në xhami. Ta përfundaj barabart me hoxhën, ta përfundaj me vetër e me ke. Prej sabajit deri çta shtot ke komplet. Provoj adhurimet. Pse mi provu adhurimet, e para shtot vullneti, e dyta e mposht epshin tanë. E kjo është o vëllezër, e lusmi Allah në zërgjet që të nga banë prej atyre që e kthejmi vullnetin me këta pika, me këta ilaçe që i thanëm, Zot na ba prej tyre, ja Rabbil Alamin.